për çdo çështje fillimisht filloja me Allahun subhanahu wa taala. Bën dua tek ai. O Zot, nëse është hajër, ndihmo, më jep bereqet krejt deri në fund. Nëse nuk është hajër, atëherë më jep diçka që është më herë kështu me radhë. Saqë thon disa prej muslimanëve të parë, domethënë, luteni Allahun e lartësuar sepse unë një prej dietarëve, domethënë, parë madje është transmetuar edhe prej sahabëve, siç është Omeri dhe Abu Huraira radhiyallahu anhuma, është transmetuar se kanë thonë lutni Allahun subhanahu wa taala sepse ne edhe për një thes me miell kur kemi nevojë lutim Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë edhe për gjërat më të thjeshta. Nuk do të thonë se ta lutish Allahun vetëm për sendet mëdha, jo, edhe për nevojat më të thjeshta besimtari duhet që ta kultivojë këtë edukat me Allahun subhanahu wa taala, sepse as frimarjen që e ka si frimarje, nëse nuk i ndihmon Allahu, nuk ka mundësi që ta merr, domethënë. Çdo gjë është me ndihmën e Allahut të lartësuar.